أليف باتاتا جيبها خدل ذا روزا سين شين صوم نور دعظة أين خيفا قف كفنا ميم نون هواوية أليف باتاتا جيبها خدل. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Të nderuar shikues, mirë se po takohemi. Për sot me lejet Zotit mendojmë me i mësu dy gjona. Një rregull të re, e cila e ka disa nën pika, dhe më pastaj fillojmë pjesën e dytë të emisionit me lexu diçka prej Kuranit të Madhërisëm. Ajo çfarë do të mundohemi me sqaru sot është një rregull e lehtë, por se që na hen përdorim sa herë të lexojmë. Kur ndalemi tek fjalët që përfundojnë me, shkojmë në një fetha. Çfarë është fetha? Viza nalt. Do të thonë në fundi i ajetit këtu. Fetha. Po zëm yu'minune. Yu'minune. Ndalja bëhet si kurse fetha të ishte sukun. Vend sona me qenë sukuni. Po zëm yu'minun. Në ndë. Gjithashtu, kur ndalemi tek fjalët që përfundojnë me kesra, ndalja bëhet sikur se të kishte sukun. Edhe me këtë rast. Për shembull, bidini ose maliki yawmiddin, ose na kemi marrë pak më shkurt bidini. Ndalja bëhet si të ishte bidin. Nën tre. Nëse ndalemi tek fjalët që përfundojnë me damme, edhe me këtë rast ndalja bëhet sikur se të kishte sukun. Për shembull, nesta'inu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Shkruhet, po nëse ndalemi, atëherë lexojmë sikur se të kishte sukun. Nesta'in. Më pastaj e katërta, nëse ndalemi tek fjalët që përfundojnë me tenvinin in. Edhe me këtë rast, ndalja bëhet sikur se të kishte sukun. Për shembull, mustaqim, mustaqimin. Min shkruhet, por nëse ndalemi e lexojmë sikur se të ishte shkruar mustaqim. Mustaqim. Sikur të ishte sukun. Gjithashtu, nëse ndalemi tek fjalët që përfundojnë me tenvinin un, edhe me këtë rast ndalja bëhet sikur se të kishte sukun. Për shembull, qadirun. Qadirun. Ndalja bëhet sikur se të ishte qadir. Më kuptoni? Në gjitha këto 5 raste, nëse ndalemi, lexojmë sikur se të ishte i shkruar sukuni, edhe pse në realitet nuk shkruhet. Sa raste 5. Çka na ka mbetash? Nëse ndalemi në fjalën që përfundon me tenvinin, çka na ka mbet? En. Tash tenvini en nuk bëhet sikur se u bëshin këto 5 rastet sukun. Ai nuk bëhet sukun, por ai bëhet sikur të ishte vokali i gjatë a. Më kuptoni? Varësisht, nëse është e lehtë lexohet lehtë, nëse është e rëndë lexohet e rëndë. Për shembull, ebeden. Nëse ndalemi të kjo fjalë ebeden, e lexojmë sikur se të ishte shkruar ebeda.
ebeda, jo ebed, sigur se këto 5 më lartë që i patëm. Këto 5 rëndë që i patëm më herët, nëse ndalimin të, ndalja bëhet sigur se të kishte sukun, dërsa tenvini en bëhet sigur se të kishte vokal të gjatë a. Tutje, prej krejt që sajna, për jashtim bën shkronja të e rumbullakët. Nëse shkronja të e rumbullakët, pa marë parasysh, a ka fetha, a kesra, a damme, a tenvinin in, a un, a en, ajo bëhet sikur se të ishte h me sukun. Sikur se të ishte h. Për shambull, pa marë parasysh, ash, aratun, për shambull, ash, aratun, ashrah, ashrah. Dhe pa marë parasysh çfarë vokali ka, qoftë këto 5, qoftë tenvinin en, ajo bët h. H me sukun. Prandaj nuk po hupim kohë më gjatë në lidhje me këtë çështje. Vazhdojmë tutje. Një çështje që është shumë e rëndësishme e përmend, nëse ndalemi tek vokalet e gjata, a, i, u, apo sukun, nuk pësën kur farë ndryshimi. Për shembull, nëse kemi gjenneti, nuk e bëna gjenneti, jo, gjenneti, ose me a, për shembull fesewa, ose me u amenu. Këta nuk po e shënojmë për arsye se është e lehtë për të mbajtur në mend. Dhe krejt në fund, në lidhje me pikën e parë, nëse ndalemi tek fjalët hu, we, i humbët fetha vavit edhe bot hu e gjatë. Ose të fjala hi, je, i humbët fetha jes edhe bot hi. Gjithashtu shpreha ulaike, vjen i vav që të, i cili nuk lexohet. Laike. Ulaike. E kemi përmen edhe kur spjegum elif lamimin, shpreha ulaike, ulu, uli, shkruhet një vav, por kur vavin mes lamit edhe elifit nuk lexohet. E kena të qartë në lidhje me pjesën e parë? Bukur. Ashtu që e përmenëm në fillim, dhe më thonë pjesa e parë një rregull dhe pjesa e dytë një lexim prej Kur'anit të ndershëm. Po para se të shkojmë në leximin e Kur'anit, si fillestar, edhe jo, po edhe ata që na përcjellen përmes ekraneve, duhet ta keni një gjë shumë të rëndësishme parasysh. Ç'është? Fillimin e leximit, faqet e para të leximit me i lexu me rukje. Unë shpesh herë përmeni, mos me u munu me thonë krejt faqen komplet. As mos me u munu me thonë krejt ajetin, as mos me u munu me thonë krejt fjallën, por rukje. Qa do në të dhët? E lexon njëherë një fjallë, një rukje, më pastaj këqyr, qka ki para dhe kësisoj pregaditësh. Sikur se në gjashëm, a hahet një buk e tëra për njëherë? Jo. Dhe me thonë nuk po lexeka një faqe, nuk po o hanka një buk. Po do të prehet riska. A hahet një risk? Jo. E tëra. Jo, e do të dahet kafshata. Pa hahet një kafshat me njerë, edhe me përbi njerë? Jo. Atë duhet, dhe me thonë, ta mërtypim ashtu, ta bëjmë të gatshëm për me shku. Prandaj, që kjo mërtypja dhe që kjo ndomja i përngjan që ti leximit me rukje. A i në të qartë? Për jashtë në pëjkësojnë a bëjnë, veç kur ka të shtid edhe sukun që duhet të lidhen. Hera tjera, faqet e para, për me ardhë malet, i lexoni me rukje. Vazhdojmë? Hajde, bismillahirrahmanirrahim. Shqyqani, elifi me kesra. Tash do të lidhet me nunin i cili ka të shtid. Inne. Kemi thënë që nuni edhe mimi kur kanë të shtid kanë tingëllëm hundor. Por me njëherë e ka lamin i cili ka të shtid. Dhe njëtën ko 3 shkronja do t'i lexojmë pa i ndalë. Innelle. Dhine. Ke.
ru. Këtë elif se lexojmë fare. Se. Wa. Un. A. Lej. Him. E. En. Dher. Te. Hum. Em. Lem. Tun. Dhir. Hum. La. Yu. Mi. Nun. Ndalemi këtë. Çfarë tham rregulla? Më herët kur ka fetha edhe ndalemi në të, është sikur se të kishte sukun. La yu'minun. Kha. Te. Me Allahu. A. La. Ku. Lu. Bi. Him. Wa. A. La. سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. Në këtë shenjë mund të ndalemi. Ghishawatun. Po nëse ndalemi, nuk e lexojmë më tun, por çysh tham, shkroni atë e rumbullakët bëhet h me sukun. Dhe nëse ndalemi këtu, mund të themi ghishawah. Wa la hum a dha bun adhimun. Adhim. Nëse ndalesh, i humbët të nëvini ashtu që shë përmenëm ma herët. Wa mi nënnasi men يقول آمنا بالله وباليوم I lidh të trijat. Që hemzaja ka ardhur pak para elifit edhe e zgjat. Akhiri. Wa ma hum bi mu'minin. Ju khadi'un Allah والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. Nëse vazhdojmë me radhan, nëse ndalemi këtu, ka mundësi në i për të rastit të ndalemi në këtë shenjë, atëherë të nëvini en bëhej a e gjatë. Me ra bo. Ashtu si që mësum. Wa le hum a dhabun e limun bi ma kanu yakdhibun. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون.
حون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا نؤمن كما آمن السفهاء نسندالمي ثمي كما آمن السفهاء همزة بهت الناس يشيدت سكوني إراستت لا إنهم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لا قل I humbët vokali I gjatë u për shkak se të shtidi kërkon lidhje. Lekulle dhine amenu qalu amanna wa idha khalaw ila شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Kjo ishte faqja e parë e surës Bekare. Të nderuar shikues, kështu ju propozojmë që fillimin e leximit të Kur'anit ta bëni me rukje. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.